Kurani ka shumë bereqete të shumta, që është mucize deri në ditën e Kiametit dhe mucizja më e madhe e njerëzimit. Hoxha unë se ne marr vesh, mësoj e me lexu. Nuk është më rëndësia e merr as e merr vesh. Më rëndësia është një herë me mësu, me shiu me qelë rrugën deri në zemër tonë me depërtu Kurani, e pastaj kuptimin, e pastaj manon më të madhe, e pastaj punë me bë më shumë rreth Kuranit dhe ashtu me radhë. Një njeri davetxhi i madh po udhëton për një shtet, për New Zealand, edhe atje e shef për rafërs një universitetit një thirrës krishter prift të i thirr njerëzit në fe. Edhe ky jabanxhi musliman thotë çka është të baj? Thotë ashtu thirr në besimin e krishterizmit. A më kur kush spengon atë njeri? 1, 2, 3 shumë pak. Edhe ju afru tha, çka është puna jote? Çka i të thirr ti? Thotë unë jam të thirr, thotë në fe. Thotë po këto çka janë? Thotë krishter. Po pse i të thirr kur këto janë krishter? Thotë unë jam musliman, thotë thirrë mua. Thotë unë jam musliman, thirrë mua. Thotë ti në shka beson? Thotë unë besoj Nisën a.s. Në rregull, thotë edhe unë e du Isën edhe besoj Isën a.s. Edhe është pejgamberi jam edhe ai. Edhe e du Isën a.s. Thotë Zoti ka fëmijë. E po mirë, masi Zoti ka fëmijë, sa i ka? Isa ibnullah, Isa djali i Zotit. Thotë masi e ka një, pse Allah i s'ka më shumë fëmijë? Se cili ka marak shumë fëmijë me pas. Allah ja s'ka mundësi me pas më shumë fëmijë. Edhe bllokohet. E pyet të temën e kena Kur'ani, ja? E pyet pyetjen e tretë, veç 3 pyetje. Thotë a ka mundësi thotë më të vetë? A din në gjuhë tjetër ti përveç anglishtës? Thotë jo. A ke ndu gjuhë për urdishtën në Pakistan, në Indi? Për malajishtën, Malezi, Indonezi? A ke një për gjuhën afrikanë atje? Jo. Për arabishtën thotë jo. Thotë a ban më ndëgju veç pak. Edhe janis i lexon Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim, ose janis Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lexon Kur'an. E ndal, thotë am dëgjova me vëmendje, thotë po. Ndëgjova edhe një herë. Edhe janis një poezi, një vjersh, një prall pa lidhje në gjuhën arabe. E pyet thotë, çka është? Si pe ndjen të parën dhe dytën? Thotë e para thotë marrën qethi zemrën. E dyta thotë kur gjë normal më duk. Çive? Kurani ja ka rënqedh zemrën, pse? Thotë çka po mendon? Çka është kjo? Me gjuhën e vet e ka thonë. Kjo është s'mund nuk ka ndryshe vetë se fjala e Allahut. E interpretuar, e zbritur në tokë nëpërmjet Xhibrilit te Muhamedi alayhis salam, te hafizat e ummeti Muhamedit alayhis salam. Ja, s'është marrë mos me lezu Kur'an? A s'është marrë atina ju ka rënqedh zemra? A s'është marrë ty mos më të rënqedh zemra? Ai lexon Kur'an, ti bën muhabet dhe pinduhan edhe në muajin e Ramazanit? Falet taravia, dikush pinduhan. Lexohet Kur'an, dikush bën muhabet. Atëherë ti nuk e ki tadabbur, nuk e din vlerën e këtij Kur'anit që Allahu Azza wa Jalla na ka zbritur neve.